Ministri i Drejtësisë, Besford Lamallari, ka reaguar lidhur me përplasjet në protestën e së martës, ku 19 efektiv mbetën të plagosur. Përmes një postimi në rrjetet sociale, Lamallari ka shprehur solidaritet për rastin, duke e cilësuar si një sulm të nxitur e të organizuar kriminal. Lamallari thekson se akte të tilla janë shkelje flagrante dhe e dënueshme e të drejtës legjitime për tubim paqësor. Mirënjohje për punonjësit e policisë së shtetit, të cilët për fat të keq, krahas mundimit të përditshëm për të ofruar më shumë siguri për qytetarët, u duhet të përballen me vetëpërmbajtje, duke rrezikuar dhe jetën nga akte të tilla kriminale, të cilat janë një shkelje flagrante dhe e dënueshme e të drejtës legjitime për tubim paqësor. Solidaritet me familjarët e punonjësve të lënduar dhe të gjithë ata të cilët kanë ndjekur me ankth përmes medias se si prindrit, bijt, bashkëshortët dhe vëllezërit e tyre rrezikuan jetën nga një sulm i nxitur dhe organizuar kriminal, shkruan ministri.